Babe Bir, David Goxhaj dhe Ferdinand Bombaj janë autorët e dyshuar të sulmit me eksploziv në portën e jashtme të banesës së nënës së Gentian Zotos në Vlorë, gati 3 javë më parë. Këto pamje të nxjerra nga kamera e sigurisë tregojnë lëvizjet e Babe Bir nga babica e vogël, me një makinë Volkswagen Golf Plus që rezulton e vjedhur më herët në qytetin e Elbasanit. Më 29 nëntor 2025, automjeti është përdorur për t'u afruar pranë banesës së shtetases Bakie Zoto, ku u vendos edhe lënda plasëse. Pas shpërthimit, automjeti i përdorur u gjeti djegur pranë fshatit Babic. Ata u vunë në pranga nga policia e Vlorës, që thot se ka arritur të zbardhë dhe dokumentoj të plot ngjarjen, që fatmirësisht përfundoi pa viktima, por i ktheu hijet e atentateve hakmarrëse në qytetin bregdetar. Sipas policisë, David Goxhaj, 59 vjeç, dhe Ferdinand Bombaj, 29 vjeç, akuzohen për vepra penale shkatrimi pronës me eksploziv, kryer në bashkëpunim, si edhe vjedhja. Sulmi me tritol në banesën e nënës së Gentian Zotos besohet se ishte një mesazh direkt për këtë të fundit, që është dënuar me 35 vite burg për atentatin ndaj Ines Hajrullës më 10 maj 2019 në Vlorë. Policia thot se hetimet për të zbuluar motivet pas ngjarjes janë ende në vijim.